Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shaban. Po ju pëlqeu kjo video në fund, bëni një subscribe. Sot është e premte, data është 13 muaj 3, pra kret me tresha, viti 2026. Që nuk është me dysh se kur ta bën dikush dysh, nuk shkruhet mirë. Dhe. Do ndalemi sot në atë se më në fund, një gjykatës kushtetuese, profesor doktor Osman Kadriu u paraqit dhe sqaroi situatën se si duhet të jetë. Me ligj të veçantë, kushtetues do të parandalohet mbi votimin. Profesori kishte drejt për disa gjëra. Votimi i një ligji të ri, posaçërisht i posaçëm për gjykatën kushtetuese, mund të jetë rrugdalja nga qersokako që shpin vendimet për çështje me interes të lartë, tha profesori. Gjyqtari kushtetues Osman Kadriu thekson se kjo çështje është rregulluar në gjitha shtetet, ndërsa në vend deri tani ndonëse është bërë temë diskutimi nuk është zgjidhur. Kur parlamenti do të sillte ligj të veçantë, unë thellja më bindur se me atë ligj parlamenti do të rregullojë edhe çështjen e votimit në gjykatën kushtetuese. Nuk mundet gjykata kushtetuese të vendosë vetëm me shumicë të thjeshtë me 5 anëtar, ndërsa para gjykatës kushtetuese parashtrohen iniciativa për kontestimin e ligjeve sistemore që sjell parlamenti, deklaroi Osman Kadriu gjykatës kushtetuese. Dhe profesori Osman Kadriu, dhe unë njihemi, jam ndër të rrallët dhe është ndër të rrallët që kam një mendim pozitiv për të. Nga UT-ja. Profesor Osman Kadriu vërtet ishte njeri i fjalës dhe i punës. Mirë po, për arsye se vjen nga Kërçova, establishmenti politik i BDI-s asë kohë nga Kërçova sigur nuk e parapëlqeni. Dhe u largua nga UT-ja. Unë kam një respekt të theksuar për të dhe i besoj. Pra, më në fund të paraqit një njeri nga gjykatësit e gjykatës kushtetuese Osman Kadriu me deklarat për opinion, respekt e profesor. Çfarë problemi përmendi profesor doktor Osman Kadriu? Në gjykatën kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, vendimet merren me shumicë të thjeshtë. Gjykata ka 9 gjykatës. Vendimi mund të kalojë me 5 vota. Problemi që ngriti profesori është nëse një çështje prek ligje sistemore ose të drejtat e komuniteteve, 5 gjyqtar mund të rrezojnë ose ndryshojnë një ligj që është votuar nga parlamenti. Pra, juridikisht vendimi është legal, por politikisht dhe shoqërisht mund të mos jetë legjitim, sidomos në një shtet multietnik. Çfarë propozon profesori? Osman Kadriu nuk thotë domosdoshmërisht të vendoset badinteri, por një shumicë cilësore. Kjo mund të jetë për shembull 6 nga 9 votat, 7 nga 9 vota, ose një kombinim që kërkon edhe vota nga gjyqtarë të komuniteteve. Pra, ideja është vendimet e mëdha të mos merren vetëm me 5 vota. Pse kjo lidhet me shqiptarët? Në Maqedoninë e Veriut, shumë ligje lidhen me gjuhën shqipe, përfaqësimin etnik, decentralizimin dhe marrëveshjen e orët. Nëse 5 gjyqtarë mund të vendosin, teoretikisht mund të rrezojnë ligje që mbrojnë komunitetet, ndryshojnë interpretimin e të drejtave kolektive. Prandaj Osman Kadriu thotë, vendimet mund të jenë legalisht të sakta, por politikisht problematike. Atëherë shtohet një çështje tjetër. Pse maqedonasët janë kundër badinderit në gjykatën kushtetuese? Badinderi ekziston në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe përdoret për ligje që prekin komunitetet. Por shumë politikanë maqedonas thonë, nëse vendoset edhe në kushtetuese, atëherë gjykata do të paralizohet. Prandaj edhe Gordana Silanovska Davkova, presidentja aktuale e Maqedonisë, dhe Darko Konstantinovski, kryetar aktual i gjykatës kushtetuese, janë shprehur kundër. Dhe shtrohet një pyetje tjetër, unë shtroj. Çka të bëhet derisa të miratohet ligji? Realiteti, ligji mund të zgjasë me vite ky projekt ligj. Prandaj, mbrojtja tani bëhet në 3 mënyra. Presion politik, Partia shqiptare duhet të kërkojë ndryshim të ligjit për gjykatën kushtetuese, shumicë të cilësuar për ligje sistemore. Strategji juridike, kur dorëzohen iniciativa në kushtetues duhet argumente mbi marrëveshjen e Ohrit, standardet e Këshillit të Evropës, standardet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Pra, çështja të ndërkombëtarizohet juridikisht. Mund të ketë edhe presion ndërkombëtar. Të proceset i integrimit në Evropë të përdoret Bashkimi Evropian dhe NATO, sepse stabiliteti ndërretnik është kusht për integrimin në Bashkimin Evropian. Pra, gjykata kushtetuese mund të merr vendime me 5 vota. Kadriu thotë se kjo është ligjore, por jo gjithmonë legjitime në një shtet multietnik. Zgjidhja është shumicë cilësore ose mekanizëm mbrojtës. Por derisa të ndryshohet ligji, mbrojtja është politik plus juridik plus ndërkombëtare. Pra, me shpresë se kjo të paktën që thot profesori mund edhe të zgjidhet, por çfarë do bëhet derisa të presim profesor? Uroj unë që delni nga kjo situatë, sepse e di se jeni këmbgulës dhe e di se nuk luhateni.
por çfarë të bësh? E kemi skrenën politikë bërsa ashtu të koklavitër sa që ata që janë në qeveri heshti. E dini profesor me çka merren këta që janë në qeveri? Ja do ndalen pak me Bilal Kasamin, i cili pretendon se është baba në Vlen. Por të ndëgjojmë se çka tha sot për takimin e Fatmir Limanit me Ali Ahmetin dhe Arben Taravarin në Tiranë. Në dy kultu, si fotografi nuk është që ka qenë, do që thonë, fotografia më e mirë të cilën prezanton një ministër që edhe më tutje mbetet ministër në qeverin ku i propozuar nga Vleni apo në qeverin ku është edhe Vlen, sigurisht që mbetet që vetë zoti Limani do ditë të sqaroj qëllimin dhe atë se pse është ulur në një tavolinë me Ali Ahmetin, të cilin ai vetë ka deklaruar se në asnjë farë kushti nuk do të ishte ulur bashkë me ata të cilët i ka akuzuar si vrasës të babait të tij. Pra, një deklaratë politike, por edhe e keqpërdorur, mendoj. Këtu nuk kemi të bëjmë me, pra është hakmarrëse, kjo nuk kemi të bëjmë me të kaluarën e dikujt, kemi të bëjmë me aktualen Bilal Kasami. Dhe aktuali është shumë e hidhur. Ka reaguar Fatmir Limani, ka reaguar. Dhe ka akuzuar BDI-n për përdorjet, ka akuzuar Vlenin për përdorje të bryllave. Një ditë pas publikimit të fotografisë së ministrit të qeverisë Vlen, VMRO, Fatmir Limanit, me krerët e opozitës shqiptare të BDI-s, Ali Ahmetin dhe të ASH-s, Arben Taravarit në iftarin organizuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në Tiranë, Fatmir Limani doli me sqarim pasi një gjë të tillë e kërkoi edhe Vlen. Limani thotë se mikpritësit e iftarit cakton vendin se kush ku do ulet, por në një fotografi të shpërndarë në rrjet, shihet se ata ishin ulur bashkë pas iftarit dhe jo në darkën e shtruar në pallatin e Kongresit në Tiranë. Në një tryezë mikpritje nuk shkohet për të bërë kalkulime politike dhe për të prishur sofrën, por për të respektuar traditën, mikpritjen dhe momentin e përbashkët njerëzor. Fotografia apo prania në një ambient të përbashkët nuk e rishkruan historinë e qëndrimit politike të askujt. Ndërkohë që disa përpiqen të krijojnë dilema artificiale në një fotografi iftari, unë jam përballë një realiteti tjetër, një përpjekje të hapur dhe përjashtuese ndaj meje, pikërisht nga ata të cilët ndërtuan bashkë një projekt, ka shkruar Fatmir Limani, ministër për politikë sociale, demografi dhe rini. Dhe tash do ndalemi pak krediku tjetër. Bilal Kasami vetë e ka thënë, është shpërndar lëvizja Besa. Pra, nuk ka më as kryesi. Pra i bie që Fatmir Limani nuk është kërkund. Dhe që është në ministri, urdhëno Bilal, tregoje forcën, largohe. Ja tash përflitet se në qershor do të ketë rikonstruim të qeverisë, nëse jo zgjedhjet e parakohshme. Largohe. Shohim aty maten forcat. Plus, e dyta, Vleni ende nuk është krijuar një parti, ende nuk ka kryetar, jeni koalicion. Dhe e treta, ka kaluar koha e nostalgjikëve të komunizmit, Bilal. Nuk mund të vendos kryetari kush me kë do ri pas dite ose para dite, ose kush me kë do ulet, ose kush me kë do bashkëjetoj. Problem i vetë kandidatit. Su erdhi juve, erdhi mirë që Ilir Demiri mori votat e Akit, apo edhe unë ja kam dhënë votën Akit aso kohë, vetëm që ju mos të fitoni. Dhe tash ai del, është dëshpërimi më i madh, është ky mendimi im privat. Pra, edhe Fatmir Limani ka të drejtë me këtë të dojë dhe të ullë. E para, nuk është më në kryesinë e Besës sepse e keni shkrirë, ashtu keni thënë. Dhe do ndalem pak në atë që quhet Bilal Kasami. Vërtet është tipi frajer. Pyes unë për një shokun tim sonte, Bilal Kasami, kryetarin e Komunës së Tetosit. Ishit dhe promovuat asfaltin për 3 fshatra, Selc, Lac dhe Vic. Pra, 3 vite pritje në shkollën e Selc, nuk u bën, 5 vite keqje e kryetar komune, 2 vite, 3 sipas kalendarit jeni në qeveri, asfalt brenda ditës shtroni. Pse prioriteti komunës është asfalti apo shkolla? Pra, asfalt për fotografi, ndërsa shkolla mbetet në themeli. Vizita e kryetarit të Komunës së Tetosit Bilal Kasami, që ka 5 vite mandat në fshatin Selc, dhe vendosje një shtresë të re asfalti në rrugë mund të duket si një lajm i mirë për banorët. Asfalt mbi asfalt, ata kishin asfalt.
Por kur shikon më thellë, lind një pyetje thjesht, a është kjo zgjidhje reale apo vetëm një veprim simbolik për të treguar aktivitetet? Sepse me ato para të reja sfiltimit mund të parafronte përfundimin e punëve në shkollën fillore Rilinja Selc, duke mos pritur Ministrinë e Arsimit të RMB-s të lëshoj lekët, sepse nuk e lëshoi për 5 vite mandat të Bilal Kasamit, as për 3 vite tash në qeveri. Selca pra kishte asfaltin në Bilal. Shkollën nuk e ka. Në fshatin Selc të Tetovës, realiteti i zhvillimit lokal po tregon një kontrast të fortë mes propagandës dhe nevojave reale të qytetarëve. Kryetari i Komunës së Tetovës Bilal Kasami vizitoi fshatin dhe vendosi një shtresë të re asfalti në rrugë, duke paraqitur këtë si investim për banorët. Por për shumë banorë që nuk ta thonë Bilal, sepse kanë edhe ta intereset e tyre, kjo ndërhyrje duket më shumë si një veprim simbolik se sa një zgjidhje vërtet infrastrukturore. Rruga asfaltua pa zgjerim, pa kanalizim, për ujëra dhe pa rregullim të plotë të infrastrukturës anësore të paktën 20 cm anësh gjithsej 40 cm. Ajo që thoni se do vëmë bandere kështu me radhë drita, ajo është kozmetik. Kjo thotë se është bërë vetëm shtresa sipërfaqësore asfaltit. Asfalti ishte, ndërsa problemet kryesore mbeten të njëjtat. Në praktikë ky është një investim minimal që krijon përshtypjen e punës, por nuk e ndryshon realitetin gjendjen në terren. Ndërkohë projekti më i rëndësishëm për fshatin është ndërtimi i shkollës fillore, të cilën BDI për 22 vjet nuk e bëri. Vazhdon zaritet për 3 vitesh. Kur e pa BDI se po ikën treni dhe bileta i mbet në xhep. Punimet kanë nisur, por objekti ndodhet ende në fazën e parë Bilal. Tenderi për fazën e dytë nuk është hapur dhe pa përfundimin e fasadës, inventarit, kabinetet dhe hapësirës respektive, shkolla nuk mund të vihet në funksion. Kjo krijon një pyetje të thjeshtë, por shumë serioze për drejtimin e komunës. Pse një projekt jetik për arsimin e fëmijëve mbetet i bllokuar për vite të tëra, ndërsa ndërhyrjet e vogla infrastrukturore realizohen shpejt dhe shëshon me promovime publike? Banorët e Selcës nuk kërkojnë investime që duken mirë për fotografi apo deklarata optimiste për dinamik pune. Ato kërkojnë përfundimin e shkollës dhe një plan të qartë se kur nxënësit do të mund të hyjnë në klasat e saj. Sepse zhvillimi i një komuniteti nuk matet me shtresa të përkohshme asfalti, por me investime që ndryshojnë realisht jetën e njerëzve. Pra duhen 5 pyetje që duhet t'i bëjnë kryetarit të TO-s Bilal Kasami nga unë. Pse tenderi për fazën e dytë të ndërtimit të shkollës në Selc Tetov ende nuk është hapur, falni. Edhe pse punimet kanë filluar para 3 vitesh. A ekziston një datë konkrete kur shkolla do të përfundojë dhe do të lëshohet në përdorim për nxënësit? Atëherë dil sa të duash fotografi. Nëse punët po ecën sipas dinamikës, pse projekti vazhdon të mbetet në fazën e parë pas kaq vitesh? 4. Pse në Selc u bë vetëm asfaltimi sipërfaqësor i rrugës pas zgjerim dhe pas zgjedhje për ujërat, ku banorët kërkojnë infrastrukturë të plotë? Jo, mezi se kalojnë 2 vetura. A ka komuna buxhet të siguruar për përfundimin e plotë të shkollës apo ekziston rreziku që projekti të vazhdojë të zaritet edhe vitet e ardhshme? Është pyetja 5. Dhe për fund, unë shtoj. Bilal, e bëna këtë pyetje edhe për oligarkët e Poroj, po e bëj këtë pyetje edhe për oligarkët e Selcës dhe për gjithë të tjerët. Që po u kryin shërbime ty komunës, kuptohet, bëjnë ndonjë punë. Bilal Kasamit, ata nga një tull, nga një dritare, nga një lirë për 5 vite do kishin kryer deri tash. Pa mos pritur Ministrinë e Arsimit apo atë ministrin që është më anti-arsimdashja shqiptarëve në historitë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ndërsa ju si vlen jeni ende në qeveri me të. Ju si vlen ende jeni në qeveri me të. Çfarë nuk ka. Por, unë do ndalem edhe për fund në një pikë tjetër, sepse korridori 8 vazhdon të jetë temë numër 1, pa marrë parasysh se qeveria me 1001 truke mundohet që ta largoj nga opinioni. Pra, ambasadori i Shqipërisë, Denion Mejdani, në Tiranë dje ka takuar zëvendës kryeministrin Koçiu dhe ministrin Limani. Në fokus ka qenë korridori 8 dhe integrimi evropian. Pa korridorin 8, ndoni se NATO dhe BE, dhe pse nga BE më thanë kërkush nuk ka informuar përveç teje, pra unë po i kam shkruar BE-s edhe të në anglisht. Dhe mendoj se shteti shqiptar ka mendimin për projektin e korridorit 8. Sipas njoftimit të ambasadorit Mejdani, gjatë takimit edhe është biseduar edhe për projekte interesit të përbashkët dhe për forcimin e bashkëpunimit rajonal. Pra, në fokus të veçantë të bisedës ka qenë rëndësia strategjike dhe progresi i korridorit 8 si një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore për rajonin, si dhe avancimi i procesit të integrimit evropian. Unë do kisha pyetur kësaj radhe ata të Vlenit.
Pse nuk ishte ky takim i një ministri që është në kuadër të Vlenit me shtetin shqiptar, që s'ka ndodhur kohët e fundit, po ishte. Dhe çka? Nga punëtorët e Bechtel Enkës tu në Gostivar, sot më kanë bërë të dije se shumë shpejt këtyre ditëve do të largojnë edhe stafin administrues. Pra, diçka tjetër e madhe është në lojë. Kjo kryesi e qeverisë së Republikës së Maqedonisë është kundër kalimit të korridorit 8 për aq vite sa mund të shtyhet nëpër Maqedoninë Perëndimore. Por nuk besoj se do e lënë NATO dhe Bashkimi Evropian të anashkalohet. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Vleni, duhet të kërkoj faktografi, dini çfarë është fotografia? Dokument i kthyer nga UNESCO dhe nga Komisioni i Venecias për çdo gjë tjetër. Jo të rinë, po e ka thënë ministri. E dini çfarë tha këtyre ditëve? Dje, çfarë tha Lesë dhe Mëja? Më rënavec nuk ka. Nesër do asjelli atë. Më rënavec se ky kryeministër nuk ka. Okej. Kanë thënë këtu në qytetin e Tetovës, nëse jetë turk, pak me e sapra. Kryeministër, nuk themi të flutëroni, ama zbritni se tash flutërimet janë të kufizuara. Dhe edhe njerë po e përmendi. Është koha e fundit që liderët e Vlenit, duke filluar nga Bilal Kasami, Izet Mexhiti, që mba veten më frerë për këtë këtyre, dhe Bekim Sali, Arben Fetaj, si dhe Afrim Gashi, të deklarojnë për kë janë në luftën Iran-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do lëmë ato sloganet politike që mbulohen nëpërmes qeverisë. Ju për kë jeni? Personalisht. Ishit në... Jo, ende edhe pak, se e di se ishit, po... Sot ka cirkuluar një lajm mjaft interesant. Është shkarkuar territori i teatrit në Gostivar, Seliman Rushiti. Dhe nga gjitha që thot sindikata e artistëve të kulturës në Maqedoni, thonë se është hakmarrje. Okej, hakmarrje, s'ke çka ti bësh. Dhe nga ajo që paralajmërohet, atje duhet të vi një antar i alternativës. Alternativa vërtet është duke marrë shumë poste, a s'ka kokë njeriu. Ndërsa BDI-ja vazhdon me non pepera duke i dërguar ndërkombëtarë. Gjykata kushtetuese po destabilizon vendin, tash lajmi më ri. Okej, shkruani. Sepse vendimi i fundit për Safia City është fuqizim balancuesit procedura për gjuhëshqipjes edhe siç shëndit BDI në dokument, rrezikimi i rastit të Hagës nga regjistri i vogël, paraqiten si argumente para faktorit ndërkombëtar, pse duhet të vendoset batenderë në gjykatën kushtetuese. Por, shtrohet një pyetje tjetër. Unë nuk jam me BDI. Kjo është krejt normale. Po çfarë bëni me zotrin 22 vite? Çfarë bëni? Hajtë se është ky interes madhor, hajtë se është ai interes madhor, hajtë se është ai interes madhor. Dhe çka? Tash, këto janë pasojat e politikës së gabuar të juaj. Dhe më befason që ende në BDI mundohen me strukturat e njëjta. Merrni degën e BDI-s. Thonë, përveç kryetarit, që e respektoj shumë, të degës së BDI-s, Zoti Bajram Rexhepi, të tjerët krejt fusha. Krejt fusha. Bile pa bagrema, pa drupa, kur gjë tjetër. Okej, BDI, bolle kishim nga ju, faleminderit. E dini atë ndodhin kur rehen 2 veta vjen ai treti thot, haj biri edhe një. Ai bjen, haj biri edhe një edhe bjen. Dhe ky që ha që tek thot ai boll ndihmove ma. Në fund unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani, bëni një subscribe.